Shërbimi i inteligjencës së jashtme të Estonisë ka zbuluar se shërbimet ruse të sigurisë kanë rekrutuar rreth 150 persona, të cilët kanë marrë trajnim të specializuar në Serbi për kryerjen e sulmeve të drejtpërdrejta ndaj objektivave të përzgjedhura. Trajnimi është zhvilluar në një kompleks pushimi pranë kufirit me Bosnjën dhe Hercegovinën, një vendodhje e izoluar që do të ketë mundësuar zhvillimin e aktiviteteve larg vëmendjes publike. Persona të përfshirë mendohet se janë përgatitur për operacione të koordinuara, ndërsa tani nuk kanë pasur reagim zyrtar nga autoritetet serbe apo ruse lidhur me këtë pretendim. Detajet mbi objektivat konkrete dhe kohëzgjatjen e trajnimeve mbeten të paqarta. Këto zhvillime përputhen me gjetjet e një raporti të ri që ofron një vlerësim të gjerë mbi luftën e vazhdueshme të Rusisë kundër Ukrainës dhe ambicjet e saj më të gjëra gjeopolitike. Dokumentari arrin në përfundimin se Kremlini nuk ka synim real për t'i dhënë fund konfliktit pavarësisht humbjeve të konsiderueshme ushtarake, presioni ekonomik dhe rritjes së represionit të brendshëm, raporton The Geopost. Sipas raportit, Moska vazhdon të përdor dialogun për paqe si instrument strategjik për të fituar kohë, për të testuar unitetin e vendeve perëndimore dhe për të tentuar formalizimin e disfatës së Ukrainës. Rusia vazhdon t'i konsiderojë Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n si kundërshtarët e saj kryesor, edhe kur shfaq gatishmëri të përkohshme për bisedime. Raporti thekson gjithashtu përpjekjet e Kremlinit për të riformësuar rendin ndërkombëtar përmes afrimit me atë që e quan shumica globale dhe përmes presionit ndaj vendeve të ish-bashkimit sovjetik. Moska synon të dobësojë ndikimin perëndimor. Moldavia dhe Armenia përmenden si shtete që përballen me fushata aktive ndikimi rus, përfshirë propagandë, presion ekonomik dhe ndërhyrje politike. Në nivel global, dokumenti evidenton përdorimin e institucioneve akademike si mjet ndikimi në rajonin e Ballkanit, krijimin e platformave alternativ ndërkombëtar, përfshirjen e një çmimi paqe të mbështetur nga Rusia, si dhe thellimin e angazhimit në Afrikë.